Mirë se erdhe emisionin I Pavarur, po shikoja me qef ato titrat e mirë, Armir Shkurti, derisa u reshton Armir Shkurti, mungon Cristiano Xhanari, me cilë e bëj këtë emision që nga koha e largët 2020. Kristi, planin e madh hape, ja, ky është Cristiano. Edhe më nxjerr më në këtë. Hape edhe një herë planin e madh se do të flas hapur, urdhë. Ja të lëvizë edhe duart I nxjerr, nga këtu mbas ekranit. Nëse ndodhemi në zjarr televizion, u bën viti 6 që vazhdoi apo 7 sepi, 2001, do të thotë gjithë 2020-ën, 21, 22, 23, 24, 25, 6 vjet e gjysmë. Na iku jeta të pavarur. Litarin e kemi, vazhdon të jetë litari aty. Po, për momentin, derisa jemi në mandatin e 4 na duhet. Në të 5-in mbase do ta përdorim. Jemi me lajmet nga përgjithsisht nga politika e vendit, bëj një koment të shkurtër të javës, se të gjatë shikoni në studiot e tjera. Në këtë çast për shembull ka filluar Ylli Rakipi, ka filluar ndonjë tjetër, edhe ju do të jeni atje, dëgjoni gjellën e përditshme. Ato që s'ja u thot njeri, I keni këtu. Jo se unë jam më I mençur se të tjerët, as Cristiano, po që të dy jemi të pavarur, kjo është ideja. Pra themi çfarë mendoj. Ilir Meta shfaqet për herë të parë nga kafazi I xhamt. Në fakt, në vend kafazi do të ishte akvarium. Se këto me xham janë akvarium. Kafazi zakonisht është ai me kangjella, pas 18 muajsh në qeli. Kryemadhi kërkon Ramën dëshmitar. Gjyqi shtyhet në 11 maj. Intrig. U shfaq një Ilir Met që përveç shenjës tipike tani të tij, se e ka bërë kur ishte president, ka rënë në gjunjë etj. U shfaq shumë I lodhur me xhepa poshtë syve, paksa I verdh, dhe kontradiktore lajmet për zotin Meta. Domethënë ka që janë shumë të lumtur që ai vazhdon të qëndron pas hekurë, ka shumë të lumtur që ai u mor zvarr, ka të tjerë që janë me ndijem të kundërta që mos I përsëris. Çështja është që mua personalisht më intereson një gjë e thjeshtë. Në qoftë se u morën ato kushte flagrance Ilir Meta, u ka për zverku, tërhoi zvarr nga ato operacionale, speciale, çfarë ishin në autostradë. Do thotë që kishte bërë një krim të madh të rënd, do thotë që kishte edhe një dosje të plot për të. Sepse ndërkohë ish kryeministri, presidenti, kryetari I kuvendit, pra Meta I ka bërë të gjithë qarkun e pushtetit, nga presidenti I Republikës e pastaj poshtë. Dhe vazhdon të jetë president, por I partisë tij të lirive, ose Partia e Lirit, siç I thonë. E në këtë spektër gjërash, që pra I ka prekur të gjitha pushtetet mendore, ka qenë ministri I jashtëm, ka qenë, ç'do ka qenë. Përse duhesh e marr ashtu siç u mor? Përveç rastit që ky njeri kishte bërë ca krime të jashtëzakonshme. Dhe nëse kishte bërë ato krime të jashtëzakonshme, pas 18 muajsh duhet kishte dalë. Në gjyq, jo nga burgu. Pra, u kap, u mor zvarr, dosja gati, përgatitej mbrojtja dhe ky dilte në gjyq. Pra, ish president I Republikës, ish kryeministri I vendit, ish ministër, ish kryetar kuvendi, vazhdon të mbahet në qeli për 18 muaj. Tash deri nuk kam ndjesi personale, po kam frikë personale, sepse mendoj kur këtë person që ka bërë gjithë hierarkinë e shtetit e ka kaluar. E marrin ashtu zvarr dhe e lënë si qen në një qeli. Dhe shikoni si është katandisur. Po s'kur ta vi radha nesër për shkak të kapë, atë si këtu, s'du, atë këtu, plaf, tak, të fut në qeli. Harrohemi. Këtë frikë kam unë, njerëz të dashur, nuk kam frikën e këtyre, kam frikën time dhe tuajën. Se ju e dini, këta janë në SPAK, është në projektor të gjithë botës SPAK-u, gjykata kundër krimeve të rënda dhe korrupsionit, edhe ajo është në fokusin e ndërkombëtarëve, dhe prap ky burrë ka një vit e gjysmë. Po në çështjet normale, që kanë nga 15 vjet nëpër gjykata se janë prekur dosjet, pikpyetje shumë e madhe për fatet tona. Gjithsesi, vazhdon të jetë presidenti partisë së tij, edhe pse partia e tij është ambalazhuar brenda të madhes Parti Demokratike, pra ishte aleanca për Shqipërinë madhështore. Për këtë Shqipëri madhështore, aleancën, më vjen pak si çudi se doktor Berisha, kur ju vërsul ambasadorit të Bashkimit Evropian Gonzato, tha që ky ka vajtur dhe ka shpifur tha tek europianët dhe ka thënë tha, sikur unë jam me Trumpin tha. Ndërkohë që
emri koalicionit ku bënte pjesë edhe Meta, ishte Aleancë për Shqipërinë Madhështore, ose Alliance of Albania Great, që ishte America Great Again, paga shumë. Por, ne do të vazhdojmë me të ditës, urdhoni ku e kemi Berisha, të bashkohemi më 8 maj në protestën më të fuqishme që ka njohur Shqipëria. Nga viti i ri dhe këtej, Partia Demokratike ka bërë disa protesta, për mos thënë kryengritje paqësore. Në të gjitha këto protesta / kryengritje paqësore, slogani ka qenë të jetë protesta më e fuqishme. Dhe të gjitha pa përjashtim Berisha ka konsideruar protesta më e fuqishme që ka njohur Shqipëria. I ka ardhur rradha 8 majit. Në parantezë, kjo është 17 prillit, kishte më pak, goxha më pak protestues, kishte dhunë më të sofistikuar të policisë, dhe ishte më e madhe që ka parë historia. Tani këtë të 8 majit procesoi në trurin tim. Kjo sa do të ketë, ndërkohë që kemi protestën, foltorën e sotme. Do ketë sa foltorja e sotme, apo do ketë më tepër përfaqësues, por do të jetë më e fuqishme që ka njohur Shqipëria? Që pyetje shumë e madhe që duhet që ndrojnë në radhë parë mbi kokat e atyre që dalin në protestat më të fuqishme që ka njohur ndonjëherë Shqipëria. Më nxirr tjetër, të lutem. Shikoni këtu. Kryengritja paqësore, pra kryengritja është një lëvizje armatosur paqësore. Lëvizje armatosur thot fjalori. Berisha pastaj ka poezinë e tij, se si shprehet populli dhe ka krijuar këtë përplasje kryengritje paqësore. Do të vazhdoj. Një sekond. Jemi në kilometrin e fundit. Pra këtë ka thënë doktori 2-3 muaj përpara, jemi në kilometrin e fundit. Në kilometrin e fundit, kryengritja paqësore, kjo që është gjithmonë më e fuqishme që ka parë historia, do të vazhdoj, pra nuk do të mbaroj, deri në rrëzimin e Ramës, që nuk ka afat. Pra, mundet që Rama është 62 vjeç, mund të shkojë 82 vjeç, kryengritja paqësore do të vazhdoj. Pra, do të vazhdoj kryengritja paqësore, do të bjeri Rama. Se kur do të bjeri Rama, nuk e dim. Por ama, matematikisht, me matematikë klasës 4, e dim që do të jetë një kryengritje paqësore më e madhe që ka parë historia, për vite dhe shekuj me radhë, derisa të rrëzohet Edi Rama. Sepse politikanët shqiptarë flasin në metaforë, kur Berisha tha në kilometrën e fundit, unë kam thënë në një media, unë i besoj doktorit. Besoj që do të rrëzohet Rama, se kështu kishte thënë, do të rrëzohet Rama, dhe kilometri i fundit do thotë që mbaron rruga. Një ditë doli dhe e shpjegoi doktorit, tha, ne kemi bërë një rrugë shumë të gjatë, kemi patur një proces shumë të gjatë Partisë Demokratike dhe ky proces është në mbyllje. Pra është kilometri i fundit mbyllje së këtij. Pra po mbyllen gjërat brenda PD-s. Se kur të ikë Rama. Ka dhe Zot në qiell, e di dhe ai. Nuk e dim, jo të gjitha ja kërkojnë Berishës, më kupton? Jo, me që do dilin datë 8 maj në kryengritjen më paqësore, më të madhështore që ka parë Shqipëria, deri në rrëzimin e Edi Ramës. Do të kemi 17 prill, pastaj 8 maj, pastaj me radhë. Kryengritja paqësore do vazhdoj deri në e tham këtë ne. Tjetra. Se kemi kryengritje paqësore edhe këtu. Sot, off today, kishte mbledhur Edi Rama GPS-in. GPS nuk është ajo pajisja që gjen vendodhjen tënde ose të tregon ty se ku ndodhet një gjë. Jo. Është G grupi P parlamentar S socialist. GPS. Në GPS është biseduar dhe ka bërë kritik publike Spiropalit për PS-n. Rama mbledhur e ke bërë 2 herë. Të tretën përjashtohesh. Deri këtu nuk ka asgjë. E kanë bërë gjitha partitë, kështu funksionon demokracia në Shqipëri, po më pëlqen kjo shpreha. Ose me ne, ose përballë nesh. Kjo është një shprehje që kishte Stalini. O me ne, o kundër nesh, rrugë të mesme s'ka. Dhe kjo ka qenë, siç thoshte Enver Hoxha, diktatura e proletariatit është demokracia e vërtet. O me ne, o kundër nesh. Tani, kundër nuk e ka thënë, po përballë do thot kundër, kundruall. Dhe më pëlqen gjua e Zotit Rama. E ka numëruar 1, ta falem. E ke bërë 2, e treta e vërteta,
o këtu. Jemi tek e nderuara Spiro Pali, e cila ka një karrierë brillante. Ju kujtohen fotot e saj si aktiviste e mjaftit. Pastaj hyrin dogan një herë, pastaj pati një karrierë të ndryshme, ka arritur deri në majtë të shtetit, sepse ne duke qenë republikë parlamentare, teorikisht, kryetari i kuvendit është autoriteti më i lartë. Pavarësisht se Shqipëria ka kryeministri këtë, po formalisht duke qenë republikë parlamentare, kryetari i kuvendit është Maja. Arriti kryetari i kuvendit. Për çfarë meritash? Këtu pra se ka qenë kështu me pikpamje, në sa i bie Edi Rama, 13 vjet pushtet, ka bërë një herë, ka ndodhur dhe e dyta tani. Dhe herën e tretë, pra do të thotë se ka qenë një vajzë e bindur. Ç'ke Lisa që e prish biografinë në fund? Unë kam një teori. Kam një teori sepse ndërtuesit kanë një shprehje, u lodh betoni. Nëpër ura ose nëpër objekte të mëdha, ndodh që për arsyet që i din ata, fillon edhe nuk mban më struktura që quhet lodhje betoni. Dhe Partia Socialiste, pasi mori 83 mandate dhe ka 13 vjet në pushtet, i është lodhur betoni dhe ka filluar të plasaritet. Ata që janë më larg pamës, më të mençur, e din që do të bjerë kjo strukturë shumë shpejt. Po ata që janë më të mençur nuk dalin vetë. Gjejnë kështu goca si Spiro Pali, i thon ti je Jean d'Arc, po ti je revolucionar, po ti pyet ti, dil më ti aty, thuaj më ti, çfarë është ai mor? Dhe kanë nxjerr Spiro Palin e shkret. Po me dy herë, se herën e tretë bëhesh është një parculet. Kështu herën e tretë mund të jesh përballë nesh edhe sa ka ngrën. Mos i verion bracën, çupa. Erion bracën është tjetër brum. Nëse Kristiano, mos gjatemi shumë me Elisa Spiro Palin aman. Aman se ka edhe Rama me fermerët e tij. Shikoni. Ndodhi një gjë, pastaj ndodhi tjetra paketa maleve, pra se një herë kishim ndërtimin. Fluska e parë. Pastaj u bë fluska e dytë, e cila ishte turizmi që duhet të mbronte fluskën e parë, sepse duke thënë Rama që po vinë turiste, po blejnë etj, vazhdonte rriste dhe mbante gjallë çmimet e larta të banesave dhe mbante apartamentet bosh. U fry fluska turizmit, tash i kanë ngelur po aty se turistët, këta që vinë në Shqipëri, i kanë dhënë vlerë byrekut, me thonë të drejtën. Po të shkoni nëpër byrektore, shritur çmimi byrekut, sidomos me gjithë se vinë kategoria e turistëve që nuk kanë ku shkojnë tjetër, sidomos tani që është dhe luftë në ato vendet e bukura, jo Turqia këto. Një pjesë tonë vëm Shqipëri se raketën Tiranë do ta çojë, s'ka për ta çuar në Talet Lezhës, nëse e çon. Deri këtu. Tani është çështja që ka ngelur ca toka, ca prona pa u vjedhur në Shqipëri. Këto kemi një ligj shumë interesant, kemi paketën e maleve. Ndërkohë, duke qenë se ka ikur për lesh bujqësia, çohet ky mjeshtri dhe natyrisht është tek detyrimet e BE-s. Pjesa e bujqësisë, se ne në BE, nëse do na fusin kështu me copë edhe me gishta si plastelin, se ne një copë nuk hym dot, se s'kemi standard. Kupton, dhe një nga këto gjëra që duhen si standard është pjesa e jo çdo fshatar ka një parcel toke që ka marrë me 7500 njëshin, ka dhe një lop. Në fakt do të jenë bashkuar. Dhe ka ardhur veza dhe me këtë vezë të Byça, kryeministri shkon dhe thotë: "Kooperativat e re, prodhonim më vete, s'ka gjë, mbajini atë por shisni bashkë thotë këtyre kooperativistëve." Ndërkohë që mua më vjen ankesa nga këta pikërisht nga Dibra që më thonë, na e marrin gjizë me 500 lekë, shesim me 3500 Tiranë. Nuk shesim dot me çanta rrugëve të Brukselit, se pëlqen dhe kjo alegoria dibrane, se ka patur Dibra burra, ka patur mendje. Pastaj kur fillojnë çyrykët që kanë ngelur aty, siç e thot Edi Rama, është problem. Pra, pas paketës maleve na duhen kooperativat. Bani parasysh, këto na duhen në letër për BE-n, po na duhen gjithashtu, o miq. Se ju keni parë për shembull, doli domate me 5000 lekë. Pse doli domate me 5000 lekë? Dhe pse s'ka dalë me 5000 lekë kur bujqësinë e kishim më pak të zhvilluar? Sepse fshatari e prodhonte, vinte e merrte një grumbullus ose binte direkt në treg, me çmim që ishte arsyeshëm dhe për të dhe për ne. Tani fshatari, shikoj, nuk them fermerë, them fshatar. Fshatari shkret, prodhon.
por nuk përdor fshatari, është një monopolist, i cili jep dhe farën, i dikton dhe prodhimin, thotë ta marr unë, dhe ai pastaj dikton çmimin dhe ati dhe ne. Dhe që tashmë kjo do vendoset në shina tamam, na duhen kooperativat. Prodhoni vetë që thotë ky, s'ka gjë po shisni bashk. Ku do ishesin bashk? Tek monopolisti, si do të diktoj dhe prodhimin, edhe shitjen, edhe çmimet. Ecim se sa të filloni ta kuptoni, do ta shpjegoj edhe emisioneve të tjera. Ja ku jemi këtu. Shiko, dolim te paketa. Kryebashkiakët thotë duhet të realizojnë 10 agroturizma dhe 3 shoqëri të bashkuara të fermerëve për të rikandiduar. Me që unë jam i lashtë, se shikoni ca flok janë të thinjura, tjerë të mbajnë akoma të zeza, më kujtohet që në kohën e diktaturës, që ti të merrje lejen e çiftes, e kanë përgjatarët, duhet të dorëzojë një numër të caktuar këmbë arabelash. Se arabelat bënin dëm. Dhe do të çoje këmbë arabelash që të merrje lejen e çiftes. Ca gjuetar, natyrisht i thonë kalamajve, vrisim ellastike, t'jap xhaxhin një 2 lekë dhe më jepni mua. Tani, kryebashkiakët duhet dorëzojnë 10 agroturizme dhe 3 shoqëri të bashkuara, pra 3 kooperativa. Kjo është ideja. 10 me 3. Por ndryshe nuk kandidon, thotë ky burri. Pra bashkit nuk janë në funksion, nuk janë as produkt i vullnetit të zgjedhësve për të menaxhuar jetën atje. Jo, janë ushtar të revolucionit. E di ky burri se çfarë plani ka. Pra sot janë 61 bashki. 61 bashki. Herë 10, i thonë 610 paketa agroturizmit të paktën. Fut dhe këto shoqërit, pra edhe nga 3 kooperativa, 3 herë 6, pra i thonë rreth 200 kooperativa. Dhe në qoftë se nuk dorëzon këmbët e arabelit, ai që është kryetar bashkie sot, merr çantën dhe ai mund të ketë ndihmuar në jetën e banorëve, mund të ketë zgjidhur probleme sociale të banorëve, mund të ketë zgjidhur punësim, mund të ketë zgjidhur biznes. Këto vlen 0, në qoftë se ai nuk ka 10 agroturizma në zonë. Kaq. Pra, kryetari i bashkisë nuk është në funksion të komunitetit, është në funksion të projektit të këtij burrit, në qoftë se për një vit nuk ka realizuar planin, kërcet mund ta doj zona, mund të jetë i mirë, megjithëse shumica aty janë kryetar komiteti ekzekutiv, pra janë temruar nga kryeministri dhe funksionojnë gjëra si kryetar bashkish. Si Lena, si Prena i Sojan. Por çështja është këtu, shikoni konceptin, autonomia vendore, domethënë, se ka edhe një kartë ndërkombëtare, standardet e BE-s themi ne, standardet normale, duhet që kryetari i bashkisë të bëj punën e kryetarit të bashkisë. Duhet të shërbejë komunitetin, të zgjidhë hallet e komunitetit, pra të jetë kryefamiljare një zone të caktuar. Jo më plak. Ai është kryetari i komunitetit, është sekretar i kryeministrit dhe ka këtë detyrë. 10 agroturizma, 3 kooperativa. Si bore, sekretari tjetër. Iqe. U lodha. Fotoalbumi i javës. Vizitat e Ramës në Abu Dhabi e Athin dhe paketa e maleve. Se mos këput mish, ata, Agjencia Telegrafike Shqiptare. Unë çoku edhe hy në këto agjensit e tjerë se ma do puna. ANSA. Nuk gjej që Meloni ka botuar album fotografish. Nuk e gjej tek ANSA. Agence France Presse, agjencia franceze e lajve. Nuk gjej nëse Macron ka botuar foto të javës nga vizitat e tij. Gjej vetëm tek ATSH-ja e bën lajm që kryeministri ka botuar foto. Dhe paketa e maleve vazhdon të jetë kryefjala. Paketa e maleve, o vëllezër e motra, ka një problem. Pra, nuk shkon ti dhe i kërkon ose nuk vjen ai që ka një cop tok, po themi në theth, jo e pat në theth se si në fundverën e kaluar i rrafshoi Edi Rama banesat, se tha këta s'kam tha certifikatën, edhe janë ndërtime pa leje. Dhe nuk ndodh që ai që ka certifikat të ndërtojë të marrë leje. Jo. Bëhet një shpallje, shkon armiri për shembull atje, thotë, unë do të bëj një këtu.
shpallet ajo për 30 ditë, në qoftë se nuk del personi me letra, e merr armiri dhe ndërton agroturizmin. Natyrisht është një grabitje pronash me ligj. Mua nuk më shqetëson kjo gjë sepse ka ndodhur në 36 vjet. Pa ligj, pastaj është bërë me ligj. Mua më shqetëson që neve kemi gjoja një opozitë, e cila ndodhet në parlament. Dhe doli Berisha dhe tha dje paketa e mafjes. Bile kishte kështu si unë, një bibliotek mbrapa. E tha paketa e mafjes. Çështja është tjetër gjë thua, për të thënë e them unë, tjetër gjë të bësh, për cilën ne i kemi votuar këtë opozitë. Pra kemi thënë kësaj opozite. Ti jo vetëm do na dalësh zot në hallet tona, po do luftosh pra në parlament. Dhe nëse na thonë paketa e mafjes, atëherë kjo do një luftë të caktuar në parlament. Do ndërgjegjësim të opinionit, por do edhe luftën e përkatëse për ta ndërprerë. Lapaj për shkakun kishte kërkuar referendum. Dhe unë për veten time do të kërkoja me mirësjellje doktor Berishës për partinë e cilit kam votuar dhe kam punuar që t'i bashkohet nëse bëhet një referendum. Por mos thonë ta filloj këtë luftë në parlament dhe ta bllokoj këtë pjesën e paketës. Ta bllokoj sepse është grabitje e pronave në zonat malore. A bëjmë një pauzë të vogël, Kristiano? Po, thotë Kristi.